Gjergje Lezalia. Trim bitrima kishin gjithmonë Gjergje Lezalia. Vite e ishte dalë zot rollit të parve. Ja kish mbrojtur nderin, kish luftuar me topuz e shpat kundër armiqve të derdhur, këtej nga deti e nga toka për të shkelur vendin, për të dhënuar e zhveshur. E të gjithë këta armiq, Gjergje Lezalia i kishte shtrirë për tokë, pa frymë. Por në luftrat e shumta, me dhunonjës të shumë, trimin kishte marrë 9 plagë në 7, dhe tani kishte 9 vjet që dergjej në kull. Aty e kishin haruar të gjithë, dhe e kishin lënë në dorë të fatit. Nuk e kishte haruar vetëm e motra që i rinte ditë natë mbi krye. I lante plagët me ujë të gurës 9 vjeçë. Ja shplante me lotët e syve të saj, i trete gjakun në flokët e ballit. 7 ja lidhte me shamin e nënës, ja hieshonte me petkat e moçme të tatës. Armët e brezit ja rendiste mbi krye, sepse kur i shihte armët pranë pas qergji, e dinte zemrën e të mbrojtë. I ngjalli një fije shprese. Ai duronte si burr dhembjet e plagëve kur i ndëronte e motra 7. Vetëm një dhimbje nuk e dëronte dot Gjergji. Dhembjen për motrën e dashur që varrosi si gjalli pranë tij në kullën e lartë, që t'i mjekonte plagët të përkujdesesh për të. Kjo dhimbje e shtrinte Gjergjin si të vdekur pa frymë. E motra e Gjergjis kish pasur kur qast e gëzimi. Dërsa shokjet e saj gëzonin rinin e tyre, kishin dashuruar, ishin martuar, kishin lindur fëmijë, ajo rrinte gjithë një mbyllur në kull pranë Gjergjit të sëmurë. Kështu kaluan 9 vjet. Vitin e 9, u hape mori dhen fjala gjë më madhe, se kishte dalë nga balozi. Vitin e 9, u hap e mori dhen fjala gjë më madhe, se kishte dalë nga deti një balozi zi. Trim i fort e i prap, më i lig nga të gjithë balozët e tjerë që kishin shkelur gjërat herë trollin tonë. Ky balozi prapë i kish hedhur vendit një rrenjë të rëndë. Çdo derë do t'i jepte një dash të pjekur, çdo vatër do t'i dërgonte një vash të njohur. Balozi vriste ditë për ditë, diqte javë për javë një krahi. Kishte varë kaq kreshnik, se tani askush s'kish zemër t'i dilte përpara e t'i priste hovin, sepse topuzi i tij ishte shumë i rëndë, shpata e tij ishte shumë e mprehtë dhe heshta e tij e përshkonte tepërtej 7 e kreshnikut. Kështu tër vendi lëngonte në thundrën e tij. Gjergje Lezalia s'dinte që ai dergjej në shtrat si i vdekur, i pakallur në varr. Askush s'vinte t'i qante brengën e t'i kërkonte ndihmë, sepse e dinte se s'ngrihej dot që të dilte as te pragu i derës. Kur i ardhi radha shtëpisë së Gjergjit, që t'i jepte bajlozit harraçin, dashin e pjekur dhe motrën, kjo, motra, qau me lot u hankua dhe nën. O vëlla, po qysh na haroi në mortja e s'na mori? Nëna e tata kalben të vdekur në blirë, 7 i vllait tim kalbet si gjalli brenda në shtëpi, 7 i motrës do të bjerë në duart e balozit të zi. Pse vallë s'shembet kjo kullë të nazër brenda të vdekur? Pse s'bëhet gërmadh kjo shtëpia jo? Vdekja është më ëmbël moje zezanën, se sa jeta pa nder. Atëherë Gjergji u zgjua. Shikoi përreth e s'dinte ç'kish ndodhur.
Kish njerëzi që lagur ftyra dhe i kish pandehur se kullaj që rënuar kaq shumë sa i shtinte shiun mren. Zemra ju bë 2 copë. Shikoi motrën 2 vjalotë që përshkruar në faqet e tretur, dhe nga pikëllimi mallkoi kullën. Hejon zifsh moj kulla ime, të mbloft fund e krye lëmashku, pas banor brevën e gjarpërit. Si më lëshove ti kaq shpejt pika dhe shiut brenda në shtrat. Motra ja fshiu me dorë të derdhur lodhët e i tha: Jo, more, vëlla. Nuk bie shi jashtë e nuk pikon çatje e kullës. Tu të kanë lodhur fort plagat e shtratit dhe shkretia, prandaj s'di ç'flet. Sytë e mi pikojnë në lot, vëlla. Atëherë Gjergji i shtrëngoi dorën me atë pëllëmbën e thatë. I lëmoi ëmbël fytyrën, e shikoi me ata sytë e mallit dhe i foli me zjarr, si nuk kish folur kurrë. Pse qan, moj motër? Pse ma thyen kaq fort zemrën? Shtati im ka 9 vit që po kalbet së gjalli. Në këta 9 vjet Gjergji yt s'ka pasur kurrë pushimin, e ka fërfillur gjithnjë si ai gjesi i ahut në faqe të shullërit. Vall, as ke pasur të hashe të pish në këta 9 vjet. As të kam mbajtur ty vëllai më të veshur e të mbathur. A të ka rënduar ndonjëherë me fjalë? Apo të mërzit vllai e të ka lindur dëshira të martohesh e të braktisësh? Atëherë motra i mori dorën, e shpuri në pallin e saj dhe ju përgjigj puku. No, vëlla. Kaq fort të pas ka mërzitur ty vuajtja që më flet kështu. Hyfsha gjallë në dhe në më shkon mendja të martohen. Grane të pirë kam pasur mjaft, vëlla. Edhe të veshur e të mbathur kam pasur mjaft. Kur s'me ke rënduar në fjalë si sot. Unë ty të kam tatë, të kam vëlla. Po sot, pas Gjergj, dua të qaj një breng të madh. Se nuk të përkëm vallë shtati në këta 9 vjet që të dalësh gjert e pragu i derës? Si nuk u tha motra jote, e thaft vera. Po qysh të doroj unë e zeza turpin që ti shkoj balozit në derë? Kur dëgjoi këto fjalë, paca Gjergji haroi të 9 plagët e shtatit. I haroi të 9 të dhembjet dhe brofi drejt me këmbë sikur të mos pas ke lënguar kurrë në shtrat. I holl i gjatë ashtu siç kishte qenë dikur, trim mbi trima, i tha së motrës. O motër, merr që tani gjogun e luftës se zbrit shpejt në qytet drejt tek në Alban Vëllami. I thuaj të dërgon falë më shëndet Gjergji, ti mbathësh mirë gjogun me potkojnë hekurit të farkëtuar e thumba Tunxhi, se do të dalë balozit në shesh të burrave. Po s'desh të më mbath gjogun vëllathi, hypi sërish të shkon në derë të Nalban Dashamirit. Vajza i hypi gjogut, nga u shpejt zbriti në qytet, shkroi drejt e tek Nalban Vëllami. Puna mbar o Nalban Vëllami. Mbar pac mëj, thashe largët. O vëllam, të dërgon falem shëndet pas Gjergj, t'ja mbathësh mirë gjogun me potkoj hekurit të fargëtuar e thumba Tunxhi, se do t'i dalë balozit në shesh të burrave. Mirë, po në këta 9 vjet që ku Gjergji ish varosur si gjalli brenda në kull, Nalban Vëllami e kish haruar fare vllazërinë e vjetër. Ai nisi të flasë së prapthi motrës së pac Gjergji. Po të mi falësh, tha, mu i vash ata sytë e ballit. Unë do të shpëtoj Gjergjin tënë. Do t'ja mbadh mirë gjogun e do t'ja bëj të fluturoj si era.
Motra e Gjergjit ja ktheu me zemërin. Ç'po thua ashtu on Alban, tu thaf të goja. Unë pandeha se pa të ardhur në derë të vllamit. Kur e shoh se pas kam rënë në derë të Malgjypit. Këta dy sy unë ja kam falur një herë për gjithmonë nënës e tatës që kalben në dhe, ja kam falur Gjergjit tim që kalbet në atë kull me nën të plagë mbi dhe. Ka që i mora motra e Gjergjit në Alban vllami që kishte harruar vëllazërin. Thera kalit e shkoi tre në Alban dashamiri. On Alban dashamiri, të dërgom falem shëndet pas Gjergji. Ti mbathesh mirë gjokun e botkojnë të farkëtuar me thuma trungji, se do të dalë të luftoj me balozin e detit. Alban dashamiri si ja bëri fjalën dy, po ja mbathi kalin mirë e bukur si për vete. I thuaj, tha, falem shëndet pas Gjergjit e dal të faqe partë me luftë. Rrofsh e qofshëm Alban dashamiri, ja ktheu Basha. Mbërmanet vajza u kthye në shtëpi dhe i gjeti Gjergjin tek po priste në hije të Plirit, i veshur e i mbathur me armët pranë. Ai kishte poshtur në dhembjen e shtratit për të ruajtur nderin e shtëpisë se vet e të gjithë vendit për ahmarrje. Ç'bëri Gjergji Lezalia? I dërgoi falem shëndet balozit të detit e i tha: Unë s'kam vash për ty o baloz. Desh të vathës nuk i kam majmur për ty. Kam vetëm një motër në shtëpi, por nuk ta jap dot, se s'ka kush mi lidh plagët e shtatit. Pra të presë dalësh në dy luftim në shesht bora. Kur zuri drita të zbardh maj në të dy Gjergji dhe balozi i detit, dua lën kaluar në fushë të luftës dhe zun të thumbojnë shoqi i shoqin me fjalë. Balozi i zhvesh me parzmore të rënda hekur, e kishte vënë në kokë për krenare që li. Ishte armatosur me topuz të rënd e me shpatë të gjatë. Edhe kalin e kish ngarkuar me pllaka e hekur, tunde i dheu sapo shkelte. Sapo e pa Gjergjin fort të tretur, kaluar mbi gjog, balozi qeshi me të madhe e thiri: Nga vari që ngë gritur o Gjergj, pse më ke nxjerr kot bre burr në fushë të luftës? A nuk di ti se mua më thon baloz deti? Unë kam shëmbur nga kali shumë krishnik i kam dërguar në botën tjetër, ty do të shëm me gishtin e vogël. Gjergji e pa dhe ja ktheu bukur. Mirë po thua, o baloz të lumt goja. Vërtet unë kam 9 vjet që kam marrë udhën e varit. Se kam 9 plag në shtat, po pa ardhur ende në var, më ktheve prapë. Sepse ti më ke kërkuar motra për para se të më kërkosh dy luftimi, ke kërkuar berat për para se të kërkosh barin. Unë kam ardhur këtu të tregoj se ç'na thot kanuni të parëve të mos lëshojmë gjënë për para se të lëshojmë armët, të mos i japim kurrë motrat balozit për para se të pritemi me shpat në shesht e luftës. Ndani, boku gati baloz, se të ka ardhur dita e fundit. Këtu i thon Gjergji Lezalia. I lëshuan kuaj me vrap në fushën e luftës tym e tym. Balozi prap i mori në shenjë pari dhe ja hodhi topuz. Gjogu i Gjergjit përpuli të dy gjunjët dhe ul topuzi i rënd i balozit, kështu i fluturoi Gjergjin mbi krye dhe u ngul tutje 12 pash thellë në lëndin. Pluri u ngrit 12 pash lart. Kur i ardhi radha e Gjergjit, e hodhi bukur topuzin e vet dhe i qelloi balozin në shtek të ballit. Balozi u përkul e u gremisi vdekur. Kur u gremis, u tund tër fusha. Kali mori aratin. Gjergji nxori menjëherë shpatën e mbrektë dhe ja ndau kryt nga trungu. Kryet ja vari në mollë të shalës, trungun ja hoqi zvarën për këmbë në përfush, e sferash e drizash dhe ja hodhi në një kru. Gjaku i balozit zi, rodhi në përrua, ziu gjithë lumin, 3 vjet resht vendi rreth e qark ndërmoi erë kë.
Si e vrau balozin e zi, trimi u kthye fitimtar në shtëpi, mblodhi gjithë shokët e tij. Pa dëgjoni o shokët e mi. Fali ju qofsh akullat e mia, fali ju qofshin të gjithë paret e mia, fali ju qoftë gjithë malli e gjerë. Amanet motrën e Gjergje Lezalis. Dhe trimi u hodh të përqaftoi motër zezën që priste me gëzim. Të dyve zemrat u pushuan për një herësh. Vëlla e motër ranë për dhe të vdekur. Vdekje më të lehtë, edhe më të ëmbël, si shparë kur. Shokët I vajtuan me gjëm të madhe. Hapën pastaj një varë të gjerë sa t'i nxerë të dy vëlla e motër të përqafuar. Varin e rrethuan me një muran të bukur që të mos haroj kur sa shumë e kishte dashur motra vëllan e sa shumë e kishte dashur vëllai motrën. Të mos harohet trimi I madh Gjergje Lezalia që mbrojtën deri në vet të shtëpisë dhe që shpëtoi vendin nga dhunat e balozit të zi. Mbi krye shokët u mbollën atyre të dyve një bli të bukur. Atje pushon nga hera zogu I verës. Kur nisi të dushkohet mali, qyqja qëndroi mbi muranën e varit të ri, se gjeti blirin të tharë, fluturoi mbi sarajet e zeza dhe gjeti tërë kulmin të shembur për dhe. Atëherë zuri vend në një dritare e I tha me përbetim shtektari që shkonte udhës. Dëgjoj, o shtektari I malit. Në qofsh duke kënduar kur të afrohesh kësajane, pushoje këngën tënde. Në qofsh duke qarë kur të afrohesh kësajane, shtoj edhe më shumë vajin e gjëmën. Unë kërkova bjeshk më bjeshk, verova vëri më vëri, mjerova shtëpi pas shtëpie, po kur kund nuk e pash një trim si Gjergje Lezalia. Të gjithë shkuan e vanë. Gjergje Lezalia vdiq, motra e dhemshur vdiq, kulla e lartë u shem, edhe murana e varit s'njihet, as kulla e dikushme. Po doli kënga që shkon si një yll drite në përshekuj për të kënduar trimërinë e vllait dhe dashurinë e motrës. Fismërinë e shpirtit të madh shqiptar. Dhe kënga nuk vdes kurrë.